Tani, nëse kishte një moment opozita ose Partia Demokratike për të ndalur hovin e kësaj qeverie, ishte reforma e zgjedhjeve që ne sapo kaluam. Por sërish ata u bën bashk, ran dakord, e firmosën reformën dhe pas zgjedhjeve, po prap ky subjekt thotë këto zgjedhje ishin fars. Dhe janë të dy, qoftë zoti Gjifnuri, qoftë zoti Bylukbashi, që kanë firmosur reformën e kodit zgjedhor. Ishin të njëjtët dhe janë po prap të njëjtët. Dhe çfarë ndodh? Ndodhi herën e parë kjo gjë. Nuk u pranuan zgjedhje dhe ishte fars, ndërkohë që të dy e firmosën reformën zgjedhore dhe vim po prap sot që thonë nuk kemi fjalë në parlament, nuk kemi të drejta, po na kufizojnë të drejtat tona parlamentare dhe sërish në komision shkojnë po prap bashk dhe po prap bashk do e firmosin të ashtu qytetën reformë të radhës, që do jetë një pazar i radhës me shumë gjasa, nëse do jetë si me analogji me atë që ndodhi dhe ne sërish do të kemi zgjedhje dhe pas zgjedhjeve do themi këto zgjedhje nuk i njohim, këto zgjedhje janë fars. Kjo nuk më bën sens tek aksioni opozitar. Pra nëse kemi një aksion të vërtet opozitar dhe nëse ka vërtet një bllokim të fjalës opozitare, atëherë ajo foltore duhet të jetë e përditshme, e përjavshme dhe duhet të ketë një qëllim të caktuar që të arrihet. Dhe kjo nuk arrihet vetëm me atë, siç thatë ju, me mbledhjen e njerëzve atje, por të parët duhet ta bëjnë ata që janë përfaqësuesit e këtyre qytetarëve në parlament.